A të ka ndodhur ndonjëherë të zgjohesh nga një ëndër aq e gjallë, aq reale, sa të rri në mendje gjatë gjithë ditës? Ndoshta keni parë ëndër se po bie, ose po fluturon, apo ke parë dike që nuk është më. Ëndrat nuk janë të rastësishme, janë mesazhe nga nënvetdia jote, që përpiqen të të tregojnë diçka të rëndësishme për frikërat, dëshirat dhe emocionet e tua më të thella. Sot do të zhytemi në 10 ëndrat më të zakonshme, çfarë kuptimi kanë në të vërtetë dhe pse mendja jote vazhdon t'i rikthej. Qëndro me ne, sepse deri në fund mund të kuptosh më në fund çfarë përpiqen të thonë ëndrat e tua. 10. Rënia nga lartësia. Le ta fillojmë me njërin nga ëndrat më të zakonshme dhe më të frikshme, rënia nga lartësia. Ai moment i befasishëm, ajo ndjesia në stomak pak para se të zgjohesh. Çfarë do të thotë? Psikologët besojnë se kjo ëndër lidhet me humbjen e kontrollit. A ke frikë se do të dështosh? Po ndihesh i pasigurt për një vendim të madh? Mendja jote mund të jetë duke të treguar se ke frikë se po e humbni kontrollin mbi diçka të rëndësishme në jetën tënde. 9. Të fluturuarit. Tani imagjino të kundërtën e të rënit nga lartësia, fluturimin. Fluturim pa kufi, pa pengesa, vetëm liri e pastër. Nëse ke pasur këtë ëndër, ajo shpesh tregon çlirim, ambicie ose dëshirë për t'u larguar nga diçka. Ndoshta më në fund po lirohesh nga diçka që të ka mbajtur peng. Apo ndoshta nënvetdia jote po të kujton se je i aftë për shumë më tepër se sa mendon. 8. Gjetja e parave ose thesarit. Ke ëndërruar ndonjëherë se ke zbuluar para të fshehura ose thesar? Kjo është shumë interesante. Nuk ka të bëj vetëm me pasurinë, ka të bëj me potencialin e pashfrytëzuar. Mendja jote mund të jetë duke të treguar se ekziston një mundësi, një talent ose një pjesë e vetes që ende nuk e ke zbuluar plotësisht. Pyetja është: a je gati ta zbulosh? 7. Rënia e dhëmbëve. Kjo është e frikshme, rënia e dhëmbëve. Është më e zakonshme nga sa mendon dhe zakonisht lidhet me pasiguri. A je i shqetësuar se si të shohin të tjerët? Ke frikë nga plakja apo humbja e kontrollit? Dhëmbët simbolizojnë vetbesimin dhe komunikimin, kështu që nëse kjo ëndër të ndjek shpesh, ndoshta është koha të pyesësh veten, çfarë kam realisht frikë të humbas? 6. Fatkeqësitë natyrore. Ëndrat me tsunami, tërmete apo tornado nuk janë të rastësishme, janë paralajmërime emocionale. Këto katastrofa shpesh pasqyrojnë stres të madh, kaos ose frikë në jetën e përditshme. Mendja jote po bërtet, diçka ndjehet jashtë kontrollit. Pyetja e vërtet është: çfarë stuhje po përpiqesh të përballosh tani? 5. Humbja apo zënia nërkurth. Nëse ke ëndërruar ndonjëherë se je i humbur në një vend të çuditshëm apo i bllokuar pa dalje, kjo është nënvetdia jote që reagon ndaj pasigurisë në jetën reale. A je në një udhëkryq? Po ndihesh i ngujuar në një punë, marrëdhënie apo betejë personale? Kjo ëndër është mënyra e mendjes tënde për të thënë: duhet të gjesh rrugën për t'u kthyer tek vetja. 4. Vdekja e dikujt. Të ëndërrosh për vdekjen e dikujt është tmerruese, por rrallë ka të bëjë me vdekjen e vërtetë. Zakonisht tregon ndryshim, përfundim ose frikë nga humbja. Ndoshta një pjesë e jetës tënde po përfundon, një marrëdhënie, një fazë pune apo një version i vjetër i vetes. Mendja jote po të përgatit për transformim, edhe nëse ndjehet e dhimbshme. 3. Qërshohesh dike qërko vdekur. Kjo është shumë e fuqishme. Nëse ke parë dike të dashur që ka ndëruar jetë në ëndër, shumë njerëz besojnë se është një vizitë shpirtërore. Ndoshta po të kontrollojnë, po të ngushëllojnë, apo po të dërgojnë një mesazh. Dhe ndonjëherë është thjesht zemra jote që po thotë: më mungon dhe nuk jam gati ta lë të shkoj. 2. Vonesat ose humbja e një ngjarje. Ajo ëndër ku je vonë për një avion, provim apo ngjarje të rëndësishme, pse na përndjek? Pothuajse gjithmonë ka të bëjë me pendes, presion ose frikë nga dështimi. A ke frikë se po të mbaron koha? Se po humbet një mundësi? Nënvetdia po të pyet: çfarë kam frikë të mos humbas? 1. Takim me një tër huaj misterioz. Dhe në fund, i huaj misterios. Kjo figurë ëndrash mund të simbolizojë të panjohurën, intuitën tënde, apo një pjesë të vetes që e ke injoruar. Apo të udhëzon? A është kërcënues? Ki kujdes, sepse mund të mbaj çelësin për diçka që po përpiqesh t'i shmangesh.
Ëndrat janë më shumë se tregime, janë përshpërima nga shpirti yt. Herën tjetër që zgjohesh nga një ëndër si këto, mos e shpërfill. Pyet veten, çfarë po përpiqet të më thotë mendja ime? Dhe nëse ke pasur ndonjë nga këto ëndra, lëri një koment më poshtë. Le të flasim për atë që mund të nënkuptojmë për ty.